Mirë, do të ndalim tani tek një zhvillim i minutës së fundit. Kryeministri Edi Rama ka arritur në Vlorë mbrëmjen e sotme. Sipas burimeve, Rama akomodohet në vilën qeveritare, ndërsa lidhet padyshim edhe me takimin e rëndësishëm që do të ketë edhe në raport me Ivanka Trump. Burimet konfidenciale bëjnë me dije se kryeministri ka zhvilluar një takim privat me Ivanka Trump, si dhe me arkitekt që kanë shoqëruar gjatë ditës së sotme vajzën e presidentit amerikan Donald Trump. Mësohet se në fokus të takimeve do t'jenë investimet e mundshme strategjike në zonën e Vlorës, të lidhura me interesat e familjes Trump dhe të dhëndrit të presidentit Kushner. Takimet pritet të zhvillohen larg vëmendjes së mediave, ndërsa masat e sigurisë në qytet janë shtuar ndjeshëm. Këto janë dhe pamjet që na vinë nga qyteti i Vlorës, aty ku në fakt gjatë mbrëmjes së sotme vijon të zhvillohet takimi mes kryeministit Rama dhe vajzës së presidentit Trump, Ivanka Trump, pikërisht edhe për projektin e shumë përfolur në Sazano. Ndërsa pamjet janë ato që na vinë nga terreni nëpërmjet kolegëve tanë, duket edhe nëpërmjet pamjeve qëndrimi i kryeministrit Edi Rama pikërisht në raport me takimin në qytetin e Vlorës, që në fokus, sikur se theksuar më herët, është edhe investimi elit i bërë nga vajza e presidentit amerikan Donald Trump.